Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë njoftoi javën e kaluar se kanë pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, për shkak, siç thuhet, të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka qëndruar i heshtër. Kurse dje, ambasada e SBA-s në Kosovë u ka thënë mediave se dëshiron që të ecë para me qeverinë në detyrë, por se ka nevojë për partner të përkushtuar dhe që e kupton nevojën për evitimin e veprimeve destabilizuese. Por çka është dialogu strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit i SBA-s në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutime të nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendin përkatës. Aty diskutohet një gamë e gjerë temash, si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. E para, nëse ofrohet platforma për dialog strategjik, kjo nënkupton që shteti në fjalë ka raporte të ngushta, ose vazhdon të kultivojë raporte të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në bërthamën e këtyre raporteve janë ato që ne u themi vlera të përgjithshme civilizuese, të drejtat e njeriut, respektimi minoriteteve, promovimi i demokracisë, respektimi i të gjitha normave bazike mbi të cilat mbështetet demokracia sot. Si platformë të tillë normalisht nuk u ofrohet shteteve të cilat kanë regjime kryesisht totalitare, që nuk njohin sundimin e ligjit, që shkelin të drejtat e njerëzit e të ngjashme. Në rajon, vetëm Maqedonia e Veriut ka hyrë në një dialog të tillë strategjik me SBA-n në vitin 2022. Dialogu strategjik me Kosovën dhe Serbinë është përmendur në një deklaratë për shtyp të senatores amerikane Jeanne Shaheen në prill të vitit 2024, kurse sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio më 6 gusht paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara dhe Serbia do të nisin dialog të përbashkët strategjik në fund këtij viti.